Habit mjeku, ja si ndikon kafja e mëngjesit në shëndetin tuaj. Tashmë për shumicën e njerëzve, kafja në mëngjes është ndërruar në rutinë. Kjo ka ndikuar që studiuesit të merren me studimin e ndikimit të saj në organizmin tonë. Sipas studimeve ndonë se kafja ka disa përparësi, prap nuk duhet të lihen anash efektet negative që ajo ka. Sido që të jetë, shumica e njerëzve nuk mund ta fillojnë ditën e tyre pa një filxhan, madje në stomak të zbrazët. Shumë studime kanë treguar se kafja duhet pirë vetëm një orë pas zgjimit dhe madje kurrë në stomakun bosh. Kafja duhet shmangur të pihet menjëherë pas zgjimit sepse atëherë niveli i kortizolit është shumë i lartë dhe është përgjegjës për kontrollin e orës biologjike. Një filxhan kafe në stomak bosh mund të shkaktojë urdhë, fryrje dhe në disa raste dhe të vjella, prandaj herën tjetër siguroni të hani diçka.